Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të vizitojë Prishtinën në fillim të javës së ardhshme. Raportohet se vizita do të zhvillohet të hënën në Prishtinë. Nuk dihet nëse ai do të marrë pjesë në marshin protestues, i cili do të mbahet një ditë më vonë, më 17 shkurt në Prishtinë. Rama ka qenë mjaft kritik ndaj prokurorisë pas kërkesës për dënimin e krerëve të UÇK-s me 180 vjet në total. Adem Salihaj ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve të fundit që lidhen me epilogun e procesit në gjykatën speciale, duke rikthyer në vëmendje prapaskenat politike të disa viteve më parë. Ai rikujtoi se akuza ndaj Hashim Thaqit u bë publike pikërisht në momentin kur ky i fundit po udhtonte drejt Washingtonit për një marrëveshje me Aleksandar Vučić, e cila sipas tij parashihte ndarje territoriale të Kosovës në kuadër të ashtu quajturit korrigjim kufish. Salihaj në postimin e tij në Facebook hodhi akuza edhe për përfshirje ndërkombëtare, lobim të financuar dhe tentativa për riformatim të hartës rajonale, duke e cilësuar gjithë procesin si një rrezik serioz për ekzistencën e shtetit të Kosovës, transmeton Bota Sot. Në vim, shkrimi i tij i plot: ditët e fundit kemi shumë debate dhe shqetësim lidhur me epilogun e gjykimit në gjykatën speciale, por për t'i kuptuar më mirë arsyet e gjithë kësaj, po kthehemi disa vite më pas. Flet arresti për Hashim Thaqin u lëshua në momentin kur ai në Vjen po hypte në aeroplan për të shkuar në Washington. Atje do të shkonte edhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, dhe këta dy po shkonin për të nënshkruar marrëveshjen për shkëmbimin e territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë, të cilin ata e quanin plani për korrigjimin e kufirit. Sipas këtij plani, Serbia do të merrte Zvečanin, Zubin Potokun dhe Leposavićin, pjesën ku ishin minerat e rëndësishme të plumbit, zinkut, arit dhe argjendit, dhe përfshinte rreth 20% të territorit të saj. Në një version tjetër, ky plan parashikonte deri 40% të territorit të Kosovës deri në Prishtinë e Prizren. Kosova do të merrte në këmbim një pjesë të Preshevës dhe disa fshatra të Luginës, më pak se gjysma e këtij 20% që do të merrte Serbia. Këto ishin kryesisht ara, livadhe dhe ndonjë mal, por pa asnjë pasuri nën toksore. Serbia do të kishte plus asociacionin e komunave me shumicë serbe, pastaj do të kishte mbrojtje të veçantë për kishat dhe manastiret. Dihet se liçenin e Ujmanit do ta merrte Serbia. Por një çështje tjetër e rëndësishme ishte Trepça, pasuria e së cilës vlerësohet në $500 miliardë. Sipas këtij plani, Trepça do të menaxhohej në mes të Kosovës, Serbisë, SHBA-ve, Rusisë dhe Kinës. Kosova do të merrte vetëm 30% të saj. Pjesa tjetër i shkonte Serbisë dhe këtyre shteteve që u përmendën. Nuk duhet përjashtuar mundësia që ndonjë hise të kësaj pasurie të madhe ta kishte edhe Grenell, Thaçi, Rama dhe Vučić. Vetë Mitrovica si komunë, e ndoshta edhe më shumë se kaq, do t'i caktonte Kosovës, por do t'i ishte distrikt i veçantë nën menaxhimin e shteteve të mëdha. Ky plan ishte i hartuar në Beograd nga Vučić, por sponsor kryesor ishin Hashim Thaçi dhe Edi Rama. Ata bën çmos që ky plan të realizohej. Hashim Thaçi bëri vizita në shumë shtete për t'i bindur ta përkrahnin këtë plan, por nuk gjeti përkrahje askund, përveç te Rusia, Serbia dhe për fatin ton të keq te Edi Rama, sepse më vjen në rënd të them te Shqipëria. Në Washington, sponsor i planit ishte Richard Grenell, i cili e kishte bindur presidentin Trump se ky ishte plani paqes, i cili zgjidhte në mënyrë paqësore konfliktin shekullor dhe ndalte luftën 200 vjeçare në mes të shqiptarëve dhe serbëve. Një plan të cilin, siç i thoshin Grenell dhe Bolton, e përkrahnin edhe vetë Serbia e Kosova, nuk kishte pse të kundërshtohej as nga Trump. Këto ishin manipulime të Richard Grenell, i cili, siç dihet, ishte i paguar nga Serbia. Më vonë Vučić e dekoroi Grenellin në Beograd për merita të veçanta për Serbinë. Hashim Thaçi e kishte paguar James Rubinin nga 45.000 euro çdo muaj për 2 vite, që bëjnë 1.248.000 euro nga buxheti i Kosovës që të lëbonte në Washington për realizimin e planit serb për ndarjen e Kosovës. Këto e pranoi edhe vetë Rubin gjatë dëshmisë së tij në Hag. Mënyra e arrestimit të Thaçit e shpjegoi Richard Grenell. Sipas vetë atij, arrestimin e Thaçit e organizojnë 3 shërbime të rëndësishme të inteligjencës: BND-ja gjermane, MI6 angleze dhe CIA amerikane. CIA amerikane ende nuk ishte rënë në ndikimin e Grenell. Arrestimi u bë me urdhër arrestin e kryeprokurorit të Hagës, Jack Smith,
i cili ishte në kontakt dhe i koordinuar me këto 3 shërbime dhe me demokratët në Washington. Mendoj se presidenti Trump ishte i keq informuar nga Grenell, të cilit i beson shumë. Trump nuk ishte ndonjë qëllim të keq ndaj Kosovës, ai kishte bindjen se po ndalte një luftë 200 vjeçare dhe po krijonte paqen. Madje, pse të ketë marrëveshje pas kësaj, kur vetë presidenti i Kosovës Thaçi dhe ai i Serbisë Vučić ishin pajtuar për këtë plan. Përndryshe, tash në mandatin e dytë presidenti Trump, i rrethuar nga njerëz të duhur, kur u informua drejt, ai ka qëndrimin e duhur që ka bërë hapa shumë energjik për mbrojtjen e Kosovës, bile më tepër se çfarëdo pritje e jona. Siç dihet, i është kërcënuar Serbisë se nëse e sulmon Kosovën do të paguajë shtrenjtë, ngjashëm me kërcënimin e kërshëndellave të presidentit Bush. Kohët e fundit kanë nënshkruar edhe ligjin dhe urdhrin që SBA-ja të angazhohet për mosndryshimin e kufive edhe për pranimin e Kosovës në NATO, pra ai po bën edhe më tepër për Kosovën.